Irani ka vendosur 6 kushte për t'i dhënë fund luftës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraelin, kushte që u publikuan nga agjencia e lajmeve Tasnim, e cila është miqësore me regjimin. Kushtet duken shumë të ashpra dhe të vështira për të pranuar nga SBA-t. 6 kushtet e Iranit. 1. Garancia që konfliktit mos përsëritet. 2. Mbyllja e bazave ushtarake amerikane në rajon. 3. Pagesa e një dëmshpërblimi ndaj Iranit. 4. Përfundimi i luftës kundër të gjitha grupeve rajonale të lidhura me Iranin si Hezbollah. 5. Zbatimi i një regjimi të ri juridik për ngushticën e Hormuzit. 6. Ndjekja penale dhe ekstradimi i operatorëve të mediave anti-iraniane. Një nga çështjet kryesore në luftë për momentin është pikërisht kushti 5. Situata në ngushticën e Hormuzit. Trump ka kërcënuar të bombardojë termocentralet iraniane nëse regjimi nuk e rihap kalimin brenda 48 orëve. Por Teherani është përgjigjur se Hormuzi mbetet i hapur për të gjithë lundrimin, përveç anijeve të lidhura me armiqtë e Iranit. Kërcënimi i sulmeve iraniane i ka mbajtur shumicën e anijeve larg kalimit, përmes të cilit kalojnë rreth 1/5 e furnizimeve botërore me naftë dhe gaz natyror të lëngshëm, duke kërcënuar një tronditje globale energjetike. Ndërkohë, Trump ka lëshuar një tjetër kërcënim për Iranin. Ai ka dërguar një mesazh të ri përmes platformës Truth Social. Paqe përmes forcës për ta thënë but, shkruan ai. Paralelisht, ultimatumi i Washingtonit për hapjen e ngushticës së Hormuzit nuk duket të ketë dhënë rezultat. Të hënën, Garda Revolucionare Iraniane reagoi duke paralajmëruar nëse godisni objektet energjetike do të godasim edhe ne. Trafiku tregtar në ngushticë është reduktuar me rreth 95% që nga përshkallëzimi i konfliktit në lindjen e mesme. Aktualisht vetëm një numër shumë i kufizuar anijesh mallrash dhe cisternash nafte e kalon këtë rrugë strategjike. Në të njëjtën kohë, SBA-t mbajnë të paqartë kozgjatjen dhe objektivat përfundimtar të operacioneve ushtarake. Izraeli deklaron se po përgatitet për javë luftimesh kundër Iranit dhe Hezbollahut, lëvizjes shiite libaneze të mbështetur nga Teherani. Shefi i shtabit përgjithshëm të Izraelit njoftoi intensifikimin e operacioneve toksore dhe goditjeve në Liban për të larguar kërcënimin e Hezbollahut nga kufiri. Ushtria izraelite ka shkatruar një urë strategjike në jug të Libanit, të cilën e konsideron të përdorur nga Hezbollahu.